Shikues të nderuar, përshëndetje. Ja ku po takojmë edhe një pasdite tjetër për ta kaluar së bashku këtë minutazh dhe këtë pasdite të cilën e kemi rezervuar për ju. Sot do të ndalemi me fokus tek arsimi, do të flasim për arsimin se si është zhvilluar tek ne dhe se si është në fakt në gjendjen momentale, sepse kur flasim për një sferë siç është arsimi, ngelemi gjatë një rotacioni ose një zinxhiri që përsëritet pafund derisa nuk gjej një vend të duhur apo një nivel të duhur për ta pasur ne këtu, e sidomos kur bëhet fjala për të rinjt, gjithmonë hasemi në pengesa, hasemi në një arsim jo cilësor, hasemi në një arsim ku nuk ecë në hap me kohën, prandaj jemi këtu sot për t'i qartësuar të gjitha dhe për të parë se si shihet kjo temë në prizmin e një profesori universitar. Unë kam kënaqësinë dhe nderin që kësaj ftese për sot i tha po profesori universitar nga Universiteti i Tetovës, zotri Lulzim Mehmeti, me të cilin do të diskutojmë të gjitha, por më e bukur e kësaj interviste, e cila do na pret në pjesën e fundit të programit, është sepse përpos arsimit do të flasim edhe për pasionin apo hobi që lidhen me natyrën dhe mënyrën se si ai e ka lidhshmërinë e tij me natyrën dhe se si e sheh natyrën. Prandaj është një emision i bollshëm në të cilin besoj do të mësojmë shumë dhe bëni mirë të mos e ndroni kanalin dhe qëndroni me ne deri në fund. Zoti Mehmeti, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Sara, faleminderit për ftesën dhe mundësitë që na jepni gjithmonë neve si Universiteti i Tetovës, me rastin konkret mundësitë që ma dhanë mua, dhe përshëndetje për gjithë teleshikuesit e televizionit 21 të emisionit Pastel. Kënaqësia është e imja, sepse është një temë sa e rëndësishme dhe aktuale gjithmonë, por aq edhe delikate. Gjithmonë ka pikpyetje rreth sistemit tonë arsimor, e sidomos në një periudhë të hatashme me cilën lëviz teknologjia dhe globalizmi, nëse mund ta quaj kështu. Do doja pak të flasim se si qëndrojmë ne me sistemin arsimor përballë këtyre lëvizjeve globale. Sistemi ynë arsimor është duke kaluar një periudhë tranzicioni e cila për fat të keq është duke zgjatur. Pra, kalimi nga mësimi tradicional në mësimdhënien bashkohore, dhe ne akoma nuk mund të themi se sistemi arsimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut e ka arrit bashkohësimin e tij me të gjitha trendet globale që janë duke u zhvilluar në sistemin e arsimit, me të gjitha paradigmat që paraqiten në arsim. Në kohë të fundit është digitalizimi dhe inteligjenca artificiale. Por mund të themi se arsimi në Maqedoninë e Veriut, flasim për atë fillor, akoma është në një rrugë midis tradicionales dhe bashkohores. Ka shumë arsye, ka shumë faktor që ndikojnë në këtë gjendje në cilën ne e kemi arsimin sot. Sa realisht strategji që bëhen për plan programin e sistemit arsimor vihen në hap me kohën? Sa u përgjigjet në fakt nevojave, qoftë edhe të mësimdhënësve, por edhe nxënësve? Pikrisht, kjo është edhe arsyeja. Për arsye se vendi nuk ka një konsenzus nacional për zhvillimin e arsimit, nuk ka një strategji e cila do mbështetet nga gjitha partitë politike. Por çfarë në fakt ndodh? Viteve të fundit, duke filluar nga vitet 90-a e deri më tani, kemi pasur shumë projekte të ndryshme që kanë pasur tendencë bashkësimin e procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Mirë po, kemi pasur edhe shumë ndryshime të këtyre kahjeve në cilët ka rrjedh arsimi, dhe kjo si rezultati i ndryshimeve të shpeshta të ministrave të arsimit dhe ndërprerjes projektit që e ka filluar një ministër paraprak dhe fillimin e një strategjie të re. Unë nuk flas këtu për strategjit për zhvillimin e arsimit në Maqedoninë e Veriut, sepse po të flasim për atë, ka pas disa strategji, ajo që për mua ka qenë, domethënë, një ndër strategjit që është zhvilluar në një 10 vjeçar 2005-2015, ka qenë domethënë strategjia nacionale për zhvillimin e arsimit në RMV 2005-2015, ku në arsimin fillor domethënë hyri sistemi i ri 9 vjeçar,
nga 7 arsimi fillor u bë i obligueshëm prej moshës 6 vjeçare, u nda në 3 cikle, në ciklin e parë për klasë parë deri në tretë, në ciklin e dytë 4, 6 dhe në ciklin e tretë 7, 9. Në këtë periudhë filluan edhe hapat e parë për modernizimin e arsimit, përpilimi i planeve afatmesme apo planeve zhvillimore të shkollave, të cilët bazoheshin në një proces të vetë evaluimit të shkollës, në detektim të anëve të forta edhe të anëve të dobta që shndroheshin në qëllime dhe në prioritete për zhvillimin e shkollës. Pastaj, si tendencë tjetër ka qenë vlerësimi, ku ju dha një rëndësi e veçantë vlerësimit formativ dhe domethënë vlerësimi formativ përmes metodave të tij të shpije deri tek formulimi i notës apo vlerësimi sumativ. Pastaj përdorimi i tikut në procesin e mësimdhënies, shkollat kanë pas në këtë periudhë trajnime të ndryshme për përdorimin e tikut në mësimdhënie, për integrimin e tikut në të gjitha lëndët mësimore, ndonse gjithë këto procese kanë hasur edhe në vështirësitë vetat, ka pas tendenca për inovacione të planeve të mësimdhënësve, për përdorim të teknikave të reja bashkohore të mësimdhënies. Pastaj kemi një strategji tjetër që miratohet në vitin 2016 dhe zbatimin e ka deri në 2025, tani 2026-2032, mirë po flasim se shumë projekte që kanë filluar me ndrimin e ministrave edhe janë ndalur, pra me një fjalë arsimin Maqedoninë e Veriut ka kaluar në për investime të shumta edhe nga donatorë të jashtëm, edhe nga donatorë të brendshëm, me mbështetje të ndryshimeve, të reformave, mirë po për fat të keq, pas përfundimit të këtyre projekteve është kthyer mënyra e vjetër tradicionale e punës dhe disa gjëra edhe ministrat i kanë ndërprer duke tentuar që çdo njeri prej tyre të fusi risi dhe ato risi pastaj ndërpresin këto tjerat dhe krejt kjo shkon në dëm të rezultateve, në dëm të gjeneratave që kalojnë përmes këtij sistemi. Pra po thoni me ndërimin e politikave dhe ndërimin e strategjive bashkë me to, gjithmonë kemi pësuar regres. Unë do të flas edhe për shembull 2019-ën, 2020-ën, 2021-shin kur u soll koncepti për arsimin fillor, koncepti i ri, dhe më njëherë mbas ndryshimit të pushtetit shumë gjëra nga ai koncept u ndryshuan. Nuk kishte një konsenzus nacional në kohën kur u punua ai si koncept, dhe prej atëherë u politizua dhe më pas reflektoi që të ketë një ndryshim, me thënë nga ajo që u planifikua, ndonse mendimi im është se gjërat fillimisht duhet të pilotohen dhe më pas me një konsenzus më të gjerë të bëhen ndryshime. Dhe krejt kjo, unë nuk do të them se është sukses nëse rezultatet e nxënësve mungojnë. Pra gjithçka që bëhet në arsim, në fokus i ka të arriturat e nxënësit. Dhe nëse të arriturat e nxënësit mungojnë, atëherë çdo përpjekje, çdo risi, çdo strategji është e dështuar. Dhe ne duhet, domethënë, të orientohemi drejt të arriturave të nxënësve, mirë po në fakt parashtrohet një pyetje, çfarë të arriturash të nxënësve ne synojmë? Dhe nëse ne i përgjigjemi kësaj pyetje është, ne synojmë të arritura cilësore, të arritura që bazohen në të menduarit logjik, të arritura që bazohen në 3 nivelet më të larta të taksonomisë Bloomit, në kreativitet apo në krijimtari, në vlerësim apo në zhvillim të menduarit kritik dhe në analizën që nënkupton se ajo që mësohet të mësohet me kuptim dhe të kuptohet që mos jetë mekanike edhe të mund të përdoret në jetën e përditshme. Sot nuk mund të flasim për arsim cilësor nëse gjithë ajo që mësohet në shkolla nuk ka zbatim në jetën e përditshme.
Pra, nëse i vëm një epilog këtyre 3 pikave të cilët përmendët, kemi ne cilësinë, e kemi ne vënje në praktik? Unë nuk mund të them se e kemi cilësinë, sepse në kohët fundit ne luftojmë për nota. Ne nuk luftojmë për vlera. Dhe gjithë presionet që bëhen për numra. Por në fakt, sa diturit që marrin nxënësit janë të atyre niveleve që i përmenda më herët. Sa për shembull ajo që nxënësi e di, nuk është vetëm e nivelit të njohurive, nuk është vetëm e nivelit të kuptuarit apo të zbatuarit të saj, por është e një niveli më të lartë të menduarit kritik dhe të kreativitetit. Sa nxënësit tanë i shohin gjërat nga prizmi i tyre dhe sa janë kreativ në këtë drejtim të bëjnë një produkt të tyre dhe ta promovojnë atë. Tani, mendimi kritik është një pikë tjetër të cilën do doja ta flasim edhe mëtej, sa shkollat realisht i ndihmojnë të rinjt për të krijuar mendimin kritik, për ta zhvilluar? Për ta zhvilluar mendimin kritik, edhe për të mundësuar nivelin më të lartë, nivelin e krijimtarisë të krijuarit, që ne e themi, duhet shumë përkushtimi madh dhe të ndryshohet metodologjia e mësimdhënies, pra mësimdhënësi të jetë një mentor i nxënësve, të jetë një udhërrëfyes, një udhëzues, një lehtësues, një nxitës, të jetë një organizues i shkëlqyer, mirë po në qendër të jetë nxënësi. Mësimi të jetë mësim përmes veprimit, mësim përmes projekteve, mësim përmes të dhënave, mësim përmes hulumtimeve të ndryshme, mësim përmes projekteve, në klasat e ulta të jetë mësim përmes lojës, dhe krejt kjo të organizohet në format të tilla që nxënësi edhe të japi vlerësimet e veta, edhe të kyçet në mënyrë aktive, domethënë të gjithë nxënësit të jenë aktiv, të mundësohet edhe përparimi në bazë të aftësive individuale që ka nxënësi, në aspektin e bashkëpunimit dhe punës ekipore, të forcohet bashkëpunimi dhe puna ekipore, të ndihmojnë nxënësit njëri me tjetrin, dhe nga mendimi kritik më pas të kalohet në atë që ne e themi krijimtari. Pra, çka është krijimtaria? Krijimtaria është diçka që nxënësi e bën vetë, e mbron para shokëve, e prezanton, për shembull një projekt që e punojnë nxënësit, e paraqesin të dhëna, pra fillimisht definohet problemi, pastaj parashtrojmë, domethënë, supozime rreth asaj, e realizojmë hulumtimin ton dhe në fund i prezantojmë gjetjet nga apo konkluzionet që kemi përfunduar nga realizimi i atij projekti. Çdo realizim i orës mësimore ka një metodologji tjetër të organizimit të nxënësve dhe mësimdhënësit në këtë drejtim nuk duhet të hezitojnë që t'i përdorin këto strategji, këto teknikat mësimdhënies që janë bashkëkohore dhe produktive dhe t'i ndërlidhin me jetën e përditshme. Qartë. Flasim për cilësinë tek nxënësit, flasim për strategjinë e plan programit të sistemit arsimor. Në fakt, sa është e rëndësishme cilësia në faktorin mësimdhënës? Si qëndrojmë ne sot në këtë pikë? Kur jemi te cilësia, gjithmonë themi se për ta pas cilësi na duhet sasia. Tani me marr parasysh numrin e nxënësve që i kemi në shkolla, nuk mund të themi se numri është i mjaftueshëm. Ne nga vitin në vit për fat keq kemi rënje të numrit nxënësve. Dhe kjo nuk ndikon në cilësi. Për të pas cilësi, numri nxënësve në klasa duhet sillet ashtu siç është parapah me ligj 20 deri në 30.
Ne kemi klasa që janë nënmesatare. Kemi për shembull vendbanime rurale që kanë numër të vogël të nxënësve dhe nuk ka konkurrencë, sepse konkurenca e prodhon cilësinë. Aspekt tjetër është presionet e ndryshme që ju bën mësimdhënësve tek pjesa e vlerësimit që ato ja bëjnë nxënësit për nota. Unë shpesh e kam përmend një thënie të Einsteinit, mos luftoni për sukses, por luftoni për vlera. Në moment që do t'i arrini vlerat, rruga e suksesit apo dyert e suksesit hapen vetë. Dhe ne për fat keq tani luftojmë për sukses, a nuk luftojmë për vlera. Dhe krejt këto nota që ne i kemi në testimet ndërkombëtare nuk i japin efektet e veta. Pra, të arriturat e nxënësve janë nën mesataret e OECD-s, nën mesataret e vendeve më të zhvilluara. Dhe këtu janë ato elementet që ne nuk mund të themi se luftojmë për cilësi, apo mund të aprodhojmë cilësinë. Ne mund të aprodhojmë, mirë po do duhet këto presione edhe t'i ekim. Do duhet arsimtarin t'a lejmë të lirë, që ai bashkë me nxënësin të arrijë atë që ne e duam. Ajo është suksesi. Do t'i rikthehemi edhe pak mënyrës së sistemit tek nxënësit. Ju në një dalje publike keni thënë se 65% e materialit që nxënësit për momentin mësojnë, pas disa vitesh nuk do t'jenë aktuale. Apo mësojmë ne realisht nxënësit për sfida që do t'i presin si rezultate këtyre ndryshimeve që po ndodhin? Për fat keq, arsimi, domethënë, tek ne më shumë është arsim ku nxënësit mësojnë informata dituri, se sa ku ne i përgatisim ato që atë që mësojnë të ketë zbatim në jetën e përditshme. Sot, intenca kryesore e sistemeve arsimore është tek nxënësit zhvillojnë aftësi ndërmarrëse. Çka është kjo? Kjo nënkupton që nxënësi gjithmonë të jetë kreativ, të ketë ide të reja kreative, ato ide t'i vendojnë në aksion, përmes ndërmarrjes së rrezikut dhe të jetë kjo e barabartë me risi apo me inovacion. Kjo është ajo gjinshmëria që ne flasim se zhvillimi i hovshëm tekniko-shkencor mbas disa vitesh do të sjellë zhdukje të disa profesioneve. Pra disa profesione që sot i kemi, nuk do t'i kemi. Dhe do të kemi profesione të reja. Dhe tani, në një sistem i cili nuk është i përshtatur konform vizionit të zhvillimit tekniko-shkencor, si mund të flasim se ne me një diplom që do marri studenti apo me një dëftejes që do marri nxënësi edhe diplomën për kryerjen e arsimit të mesëm, ai do të jetë i aftë për tregun e punës. Arsimi duhet gjithmonë ta ketë intencë që të prodhojë në mënyrë tërësore, holistike, qytetar, me shumë vlera, me shumë aspekte, me shumë dimenzione, që t'jenë taft të ballafaqohen me gjitha risit, me gjitha ndryshimet dhe sfidat që do i sjelli koha. Pra, arsimi tek ne nuk po i parapërgadit nxënësit ose studentët, sido që ti quajmë, për jetën konkrete të përditshme më tej. Shtrojt pyetja për çfarë i përgadit? Nëse marr një paralele për arsimin në Japoni. Për shembull, arsimi në Japoni, arsimi fillor i ulët. Çfarë përgatit aty? Fokusi kryesor është socializimi, zhvillimi emocional dhe komunikimi midis nxënësve dhe vlerat morale. Do të them pse e bëjnë këtë? Nuk u bëjnë presion fëmijëve të mësojnë për nota, por gradualisht fillojnë të krijojnë vlera, fillojnë të krijojnë vetbesim, sepse vetbesimi më pas, kur fillon arsimi sfidues, që fillon me arsimin në klasat e larta, që ne i themi këtu me ciklin e trejet të arsimit fillor, aty më fëmiu e ka vetbesimin edhe fillon atë sfidën e vërtet
për rrugën e zhvillimit të vlerave apo të kompetencave që i nevojiten. Ne si sistem arsimor, nëse si shtet dalim edhe marrim pjesë në tryeza trumbullakta, në konferenca shkencore, dhe i shpalosim strategjitë e arsimit, ne nuk kemi mbas në këtë drejtim me atë që e kemi në letër. Por çfarë ne jemi mbas me atë që e zbatojmë, zbatimin praktik, çfarë në fakt në realitet ndodh. Me thënë, sistemi i arsimit tek ne ka shumë sfida. Shembull, nëse flasim për arsimin e parashkollor, ne nuk kemi përfshirje të plot të fëmijëve në përkopshte dhe në këtë drejtim kemi një pabarazi në përfshirjen e fëmijëve. Nëse flasim për arsimin fillor, kemi pabarazi edhe midis shkollave që janë në vendbanime urbane, por edhe midis shkollave hendeku i pabarazive, shkolla rurale dhe shkolla urbane është i lartë. Dhe përgatitja e mësimdhënësve. Domethënë, nëse marrim kompetencat e mësimdhënësve që të punojnë me metoda, me teknika të reja bashkëkohore, sikur mungon, do të themi pse mungon, sepse ne nuk e shohim se zbatohet në proces. Rezultatet na japin atë. Ne nuk mund të themi se gjithçka që realizojmë përmes kurrikulës nuk duhet të jetë e matshme. Ne duhet ta masim atë, të kemi tregues, mirë po ato tregues mos i kemi numra, siç kemi tani, por t'i kemi vlera, t'i kemi cilësi. Ne kemi standardet nacionale, të cilat një nxënës duhet t'i përvetsoj me përfundimin e arsimit 9-vjeçar. Parashikohet pyetja, sa ato standarde nxënësit i përvetsojnë realisht, sepse mësimi është i lidhur. Domethënë, janë standardet nacionale që në çdo lëndë ato gradualisht, domethënë nga viti në vit përvetësohen, mirë po i kemi mësimin të fokusuar në ndarje në tema, dhe temat kanë rezultate dalse, apo në gjuhë kemi fushat, pastaj kemi përmbajtjet apo nocionet të lidhura me standardet e vlerësimit. Dhe kemi aktivitetet që në programet mësimore jepen si modele, por mund arsimtarët edhe ti modifikojnë. Kjo nënkupton se arsimtari, për t'i realizu standardet e vlerësimit, mund përdori aktivitete edhe jashtë librit. Mirë po t'jenë të lidhura me standardet. Kur nxënësi standardet që bazohen në taksonominë e Bloomit, janë të niveleve të ndryshme, kur nxënësi përvetëson standardet, me automatizëm ka përvetësu rezultatet dalse të temës. Kur i ka përvetësu rezultatet dalse, ai ka përvetësu edhe standardet nacionale, që janë të lidhura me kompetencat kyçe për mësim gjatë tërë jetës. Dhe në këtë drejtim, nëse kemi matje dhe i masim gjërat pa presione, jam shumë i bindë se gradualisht do filloj të përmirësohet edhe cilësia. Qartë. Tani, si paradigmë e rena paraqitet digitalizimi dhe inteligjenca artificiale, sa në fakt kjo është në avantazh ose dizavantazh qoftë edhe të nxënësve, por edhe të mësimdhënësve. Në mënyrën e parazitizmit do ta quaja kështu të përpjekjes, qoftë edhe për arsimtarët, por qoftë edhe për nxënësit, sepse tashmë sikur gjithçka kanë atë tendencën për ta marrë të gatshme. Digitalizimi si paradigmë e re bashkë me inteligjencën artificiale nuk mund t'i shohë ndaras nga sistemi arsimor dhe nuk mund të themi se nuk do t'jenë pjesë e sistemit arsimor. Për arsye që i përmenda më herët, sepse nuk dihet se si do t'jetë e ardhmja. Qartë. Ajo që është me rëndësi se digitalizimi e rrit interesimin, e rrit motivimin e nxënësve dhe në këtë drejtim do të thoja se materialet që duhet t'i përgatisin arsimtarët
do t'jenë të shkurtra, do t'jenë prej 5 deri në 10 minuta. Mos jenë materiale gjata, për arsye se nëse kemi material më të gjatë, nga minuta e 12 bie vëmendja dhe koncentrimi i nxënësve, dhe këtu rreth 70% e asaj, do me thënë që është parë, mund edhe të harrohet. Prandaj, në këtë drejtim, ju rekomandoj mësimdhënësve që videomaterialet, lojrat e ndryshme të jenë të shkurtra dhe të kombinohen me aktivitetet të tjera. Libri digital, që në disa vende është realitet, mundëson shumë përfitime për nxënësin. E para është interaktiv. Nxënësi pra hyn në interakcion me libri, me përmbajtje të ndryshme, me vende të ndryshme. E dyta, mund edhe të vetë vlerësohet nxënësi, ka testime të ndryshme që nxënësi e merr informatën kthyese dhe sheh ku i ka, domethënë, dobësitë që mund t'i përmirësojë. Inteligjenca artificiale është mirë që ti aftësojmë nxënësit si ta përdorin inteligjencën artificiale. Tashmë kemi shkolla që edhe robotët i përdorin në mësim, edhe e përdorin edhe ChatGPT-n. Mirë po, jo ta përdorin për pasivitet, por ta përdorin në atë mënyrë, në atë mas që të mund përfitimi dhe autorësia të mbetet e nxënësit, pasi të parashtrojmë pyetje, si të japim udhëzime dhe pastaj të fitojmë një produkt. Syzet virtuale. Syzet virtuale në mësimdhënie do fillojnë të përdoren dhe ato çfarë mundsojnë. Mundsojnë, nëse kemi një temë nga historia dhe bisedohet për të kaluarën, me syzet virtuale nxënësi kthehet në atë periudhë, në të kaluarën, e shef jetesën, e shef kushtet, i shef, domethënë, si është jetuar atëherë, i shef ngjarjet që janë zhvilluar atëherë, i shef perspektivën e sotme, e ndërlidh me mendimet e tij, ka mendimin e vet kritik. Nëse i shef organet, qarkullimin e gjakut në zemër, e shet, domethënë, hy brenda asaj në formën tredimensionale. Dhe kjo ndikon në kuptimin më të mirë dhe në përvetësimin logjik të njësive mësimare. Prandaj them se ne nuk mund t'i shohim digitalizimin dhe teknologjinë si të ndara nga procesi mësimor. Natyrisht kërkohet balans, kërkohen edhe aktivitete tjera që kanë për synim bashkëpunimin e nxënësve, zhvillimin social, zhvillimin e emocioneve pozitive e kështu me radhë. Tani do doja edhe pak të ndalishim tek përdorimi i ChatGPT-s apo inteligjencës artificiale dhe ky mos balans të cilët e përmendet edhe ju mund të çojë në një pasivitet të menduarit dhe të përgatitjes për të dy palët, edhe nxënësit edhe mësimdhënësit. Natyrisht që po. Nëse ne e përdorim atë pa mos, domethënë, e pas ne autorsinë, ajo çon në pasivitet dhe nuk e zhvillon as mendimin kritik, as kreativitetin. Mos zhvillimi i mendimit kritik dhe kreativiteti na shpije drejt një të mësuari përmes plagiaturës. Plagiarizmi është një si fenomen shumë i përhapur në kohët fundit dhe shumë njerëz e shfrytëzojnë inteligjencën artificiale, mirë po nuk plasojnë idetë e veta, por plasojnë ide që i marrin të gatshme dhe i plasojnë si ide të tyre. Kjo është shumë gabim dhe unë sugjeroj dhe rekomandoj që nëse këtë, domethënë, e bën ndokush prej mësimdhënësve apo prej nxënësve, që mos e bëj asnjëherë, sepse këto nuk janë vlera, këto janë, domethënë, e kundërta e vlerës dhe duhet ta përdorin me atë që autorsinë ta kenë këto, domethënë ideja, zhvillimi i idesë dhe realizimi i saj të jetë qoftë i mësimdhënësve apo i nxënësve, sepse jo çdo informat që merret në ChatGPT mund të jetë saktë dhe mund të verifikohet. Ka edhe informata që për moment mund të na japi edhe gabim. Do të kemi shumë kujdes me çdo informat, jo vetëm në ChatGPT, po që e marrim edhe në faqe të ndryshme të internetit. Në punën e përditshme me studentët dhe të rinjt e vëreni këtë mënyrë të përdorimit?
Natyrisht, kur përdoret domethënë inteligjenca artificiale, me që se ne në aspektin e shkrim-leximit digital nuk i kemi kompetencat jashtëzakonisht të zhvilluara, por jemi në nivelin fillestar, e kam idenë për tek mësimdhënësit edhe te nxënësi, shumë shpejt hetohet ajo që është e marrë me inteligjencë artificiale, ka edhe aty disa finesa që ai që i ndjek këto trende dhe e di se e ka marrë prej ChatGPT. Kemi për shembull punime seminari që i marr referencat ti kontrolloj, nuk është askund ajo referenca, e ka shkruajt në referencë, në punim seminari. Kur ta pyesish nga e gjete, s'di të përgjigjet. Pastaj kemi edhe programe me cilët kontrollohen plagiaturat dhe ato programe më njëherë e detektojnë se ajo është marrë nga ChatGPT apo nga inteligjenca artificiale. Dhe prandaj them se kjo nuk është e mirë, ne duhet të mësohemi të përdorim gjërat, por jo për pasivitet, por të përdorim gjërat për kreativitet. Qartë. Përpara se ndalemi edhe tek libri cilin e keni promovuar para disa ditësh, doja pak të flasim edhe për ligjin për arsimin e lartë nga prizmi i juaj si profesor universitar. Ligji për arsimin e lartë, ne si Universiteti Tetovës vërejtjet dhe sugjerimet i kemi dërguar në kohë tek Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Për fat të keq, shumë pak nga vërejtjet, mos them as pak, nuk janë marrë për bazë. Është një ligj që është diskriminues në veçanti për universitetet e reja, favorizon universitetet më jetëgjatë që janë dhe më në numër në disa aspekte dhe është një ligj që ngulfat autonominë e universiteteve përmes themelimit të disa organeve që parashifen të themelohen edhe atë me propozime të qeverisë. Ne organ më të lartë në universitete kemi senatin dhe senati ka ato ingerenca e me këtë i merren senatit ingerencat dhe në një farë mënyre cenohen autonomitë e universiteteve ku shteti do të mund të shtri dorën e tij politike edhe në ndryshime edhe në mbarvajtje të punës së universiteteve. Kjo nuk është në favor të lirisë akademike, nuk është domethënë në favor të decentralizimit të procesit të arsimit sipror. Pastaj janë indikatorët që kërkohen qoftë në nivel të universiteteve për projekte ndërkombëtare edhe publikime, që nuk janë marrë për bazë edhe numri i të punësuarve në një universitet, sepse nuk është e lehtë një universitet me numër më të madh të punësuarve dhe një universitet me numër pak më të vogël të arrijë atë shifër për cilën pretendohet dhe të arrijë ato qoftë publikime apo projekte ndërkombëtare. Thash në një farë mënyrë favorizon universitetet më të mëdhaja, sepse aty arrijnë më lehtë, pra nuk merret kjo bazë. Pastaj për thirrjet e profesorëve kërkohen punime që janë me, domethënë, të publikuara në Web of Science, që kanë H-index, të kenë profesorët H-index të lartë, që kjo për mua personalisht nuk flet për cilësi, ne për shembull në këtë drejtim nuk do të thotë se një punim që është publikuar në një revistë me Web of Science edhe një tjetër që është me Scopus ose në një indeksim tjetër, nuk e ka cilësinë më të lartë edhe këtu sesa tek Web of Science, për arsye se atje shumat që paguhen janë shumë më të larta dhe ndonjë profesor që është shkencëtar i mirë, ka publiku, por ka publiku në një revistë me një faktor që është më pak dhe që kostoja i ka dalë më pak. Domethënë, për mu nuk rritet cilësia,
por ne tentojmë të kemi shifrat, kemi numrat, kemi publikime, a gjithkusht citimet edhe ato punë mund bëhen edhe me forma ndryshme, ka forma lobimi, ka forma pagese, ka lloj forma që nuk flet se ne vendojmë kritere në këtë drejtim dhe personalisht mendoj se edhe këtu, domethënë është një hap jo i drejt. Pastaj mos avancimi në thirrje i profesorëve mund të shpijë edhe deri tek problemet që mund t'i kenë në veçanti, domethënë në universitetet e reja. Studimet e doktoraturës në Universiteti i Tetovës ka vite që për shkak të një rangimi politik është duke prit akreditimin e programeve të doktoraturës, pra akreditimet e dini se jepen për një periudhë 5 vjeçare dhe mbas 5 vitesh duhet të riakreditohen dhe tash për arsye të ndryshme nuk bëhet ai rangim që me ligj është dash të bëhet disa herë deri më tani dhe si rezultati i asaj mbahet, domethënë peng, nuk merr përgjigje as se akreditohen as se nuk akreditohen, që është absurd i kohës dhe unë të them se në këtë drejtim studimet e doktoraturës përsëri me këtë ligj vijnë në një pozitë të këtill, të politizohen dhe prandaj e shoh të arsyeshme që a duam të decentralizojmë, a duam të centralizojmë dhe të marrim autonomi. Ligji që është, domethënë që propozohet më shumë sjell centralizim dhe ngulfatje të autonomisë dhe pengesa në mbarvajtjen e universiteteve. Përpos ngulfatjes ashtu siç përzgjedhët ta quanit dhe favorizimit të universiteteve me veprimtari më të gjatë, a mund ky ligj të rrezikojë mbylljen e universiteteve të cilët janë më të reja? Natyrisht se Ministresha vetëm e ka paralajmëruar disa herë se disa universitete private mund edhe të mbyllen, mirëpo ka thënë edhe se duhet të rishikohen disa nga universitetet publike, aty ku nuk ka numër të mjaftueshëm studentësh, në disa fakultete edhe të pushojnë dhe ndoshta edhe të bëhet ndonjë fuzionim midis universiteteve, gjë që nuk është produktive, nuk është e mirë. Thash se është përzierje në autonominë e vetë universiteteve dhe nëse miratohet ligji, ai ligj do t'u japi më shumë ingerenca ministrisë dhe qeverisë dhe ndoshta do mund edhe në këto momente të tilla, me thënë edhe të ndikojnë në këtë drejtim. Qartë. Tani, ndalemi tek promovimi i librit i cili u bë para ca ditësh që u përgëzoi. Libri titullohet Leadershipi dhe menaxhimi efektiv i shkollave. Çfarë na sjell ky libër në thelb dhe çfarë u jep lexuesve? Libri Leadershipi dhe menaxhimi efektiv i shkollave është një libër që ju dedikohet gjithë atyre që merren me çështjet e menaxhimit në arsim, studentëve që ne i kemi edhe në ciklin e parë, edhe në ciklin e dytë, edhe në të tretin, pastaj drejtuesve të institucioneve arsimore, në veçanti drejtorëve të shkollave, për arsye se ofron qasje bashkohore të menaxhimit të shkollave dhe atë fillon me përkufizimin, është i ndarë gjithsej në 10 kapituj, fillon me kapitullin e parë, që përkufizojmë menaxhimin dhe flasim për nivelet e menaxhimit dhe rëndësinë e funksioneve menaxheriale, që pastaj i trajtojmë funksionet e menaxhimit në arsim në kapitullin e dytë, në kapitullin e tretë flasim për liderizmin dhe llojet e ndryshme të liderëve. Bëjmë edhe një krahasim midis liderit dhe menaxherit të shkollës dhe më pas dalim tek kapitulli 4, që ka të bëjë me shkollën si sistem organizativ. Si është shkolla dhe çfarë sistemi organizativ ka ajo. Kapitulli 5 ka të bëjë me klimën dhe kulturën shkollore.
Kapitulli 6 ka të bëjë me punën ekipore dhe kolegialitetin organizativ. Kapitulli i 7 ka të bëjë me ndërmarrësinë dhe inovacionet në arsim. Kapitulli 8 ka të bëjë me ndryshimet strategjike në arsim, nevojën për ndryshime strategjike në arsim. Dhe në kapitullin e fundit japim perspektivën për sfidat e menaxhimit dhe sfidat e drejtorëve të shkollave në të ardhmen dhe harrova edhe një pjesë të një kapitulli që ka të bëjë me menaxhimin e klasës. Domethënë gjithsej janë 10 kapituj, pra një kapitull i veçantë i përkushtohet menaxhimit të klasës, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, cilat janë kompetencat e mësimdhënësit të sotëm dhe si duhet të duket menaxhimi i klasës bashkëkohore. Dhe këtu, harrova pares pak të ndërlidhem. Patjetër. Ne duhet t'i kuptojmë edhe mësimdhënësit, sepse sot mësimdhënësit në klasë i vinë, për shembull nëse ka 20 nxënës, i vinë 20 probleme të ndryshme nga familja. I vinë 20 storje të ndryshme. Ai ballafaqohet, domethënë, me presion administrativ, me punë administrative, ballafaqohet me probleme të ndryshme të nxënësve, ballafaqohet me presione që ja bëjnë prindët, ballafaqohet me presione që ja bën komuniteti, ja bën shoqëria. Dhe ballafaqohet me presionin e shkollës dhe institucioneve relevante për arritje. Dhe gjithë kjo e defokuson nga ajo kryesorja, nga puna me nxënësin, nga procesi i mësimdhënies dhe nga rezultatet. Dhe ne mund të themi se mësimdhënia është një profesion mjaft stresues, nuk është i lehtë dhe me këtë presion që ja bëjmë arsimit, a bëjmë atë djegjen në anglisht burnout të mësimdhënësve. Nëse ne e bëjmë këtë, atëherë çfarë si pasojë do të kemi? Largimin e mësimdhënësve nga arsimi dhe nesër mund të kemi probleme edhe me kuadro, apo do të kemi nevojë dhe s'do të kemi kuadro të mësimdhënësve në preshkolla. Do të kemi shumë kujdes në këtë drejtim. Qartë. Tani do të kalojmë në pjesën tjetër të asaj cilës e paralajmërova dhe në fillim fare, lidhjes suaj me natyrën dhe bjeshkëtarinë që keni si lloj pasion ose hobi, sido që ta quaj. Dalus Regji, nëse i kemi fotografitë të cilët ju na i keni dërguar dhe dua të di a është kjo një balancë prej asaj jetës së rutinës së përditshme akademike për të kaluar ndoshta në një rimbushje të energjive? Kur tash shumë mirë që përmenda këtë djegjen, këtë burnout që e tham, sepse pikërisht kjo lidhet edhe me energjitë tek çdo individ mbas një jave që ai e kalon shumë intensive, ka nevojë edhe për ripërtrirje të energjisë. Pikërisht është natyra, është bjeshka, është mali që ma jepat energji dhe ma ripërtrin atë pozitivitet që e mbaj brenda javës, më largon stresin dhe ndikon edhe në shëndetin mental, por edhe në shëndetin fizik, dhe në socializim edhe më të madh, për arsye se bjeshkataria më ka mundësuar të njoh shok, jo vetëm nga trojet këtu shqiptare, nga vendi, nga Maqedonia Veriut, por edhe më gjerë. Më thënë, kam pas rastin të ngjis disa maja dhe aty të takohem edhe me bjeshkatar nga vende ndryshme të botës. Përpos kësaj energjisë dhe kësaj rimbushjes së energjisë dhe largimit nga stresi, largimit nga përditshmëria, kjo dinamika cilën e jep edhe profesioni juaj, çfarë tjetër ju jep kjo lidhje me natyrën në aspektin ndoshta psikologjik dhe shpirtëror? Pikrisht, aspekti shpirtëror është se në natyrë gjen Zotin. Ashtu siç ka thënë edhe Spinoza, Zotin do ta gjeni kudo.
në mal, në fush, pran detit, pran lumit, pran liqenit, pran proskës, gjithkun ku e ka dhënë natyrën, dhe pikrisht unë aty e gjej atë veten time dhe pikrisht është natyra ajo që më përmbush, që më jep atë qetësinë shpirtërore dhe siç thash ka ndikime edhe në shëndetin mental, domethënë në krijimin e një baraspeshe biopsikosociale. Në këtë drejtim ka vite që e sfidoj natyrën dhe çdo sfidë është adrenalin në vete. Çdo bjeshk të jep rrëfimin e saj dhe të jep një pjesë që nuk e harron asnjëherë. Kam qenë në shumë vende, kam gjetë shumë maja dhe kam shumë kujtime të bukura që i ruaj përmes fotografive dhe përmes videove që i kam bërë. Mund të përmes, domethënë, këtu se krahas majave më të larta që i kemi ngjitë këtu në vend si Korabin, majën e Diellit apo majën e Titos, siç e quajnë, majën e Selanikut. Kam gjitë edhe majën në Shqipëri, kam gjitë majën më të lartë, majën e Ezercës. Kemi kalu përmes zemrës së Alpeve shqiptare, prej Lepushe deri në Theth. Kemi ngjitë majën e Tomorit, kemi ngjitë majën e Gjeravicës, majën më të lartë të Kosovës. Por kam gjitë edhe majën më të lartë Ballkanit, Musallën, Olimpin në Greqi, që ka qenë një majë jashtëzakonisht sfiduese për plot adrenalin dhe kam një nga kujtimet jo të mira në herën e parë që kam qenë me shoqëri nga Shkupi në Olimp. Përse? Neve na ndroi jetë si pasojë një ataku kardiak, një nga shokët tanë që ishte me ne, dhe ajo do mbetet një nga kujtimet më të hidhura që kam me bjeshkatarin, për ndryshe gjithë periudha tjetër është plot adrenalin, dhe do të përmes ngjitjen në majën e Araratit, që e kemi bë gjithsejt me 4 net fletje në kampim, në 3200 dhe në 4200 metra lartësi mbydetare. Ararati është 5137 metra i lartë, dhe këtu kemi njoftuar bjeshkatar nga vendet ndryshme të Europës. Ishte me të vërtet një sfidë e këndshme, të shohish shtete të ndryshme prej një pozite të lartë, sepse atë ditë për fatin tonë natyra ishte shumë e pastër dhe pamjet ishin mahnitse panoramike. Sa bukur. Sa në fakt nga gjithë kjo dinamike cila na rëmben, ndoshta sot e kemi humbur sensin e lidhjes me natyrën, sa pak e vizitojmë natyrën, ose ashtu siç e përmendet dhe ju pak më parë, sa e kërkojmë ne Zotin në natyrë? Shumë pak. Do të them si kam nisur unë të ecë. Do të jemi sinqert, jam duke ecë prej 2010-s dhe nuk jam dalë. Mirë po, arsyeja në atë kohë ishte një periudhë që nuk ndjesha mirë me shëndet, dhe kur bërë analizat, doli se yndyrnat i kisha në kufi. Dhe mbaj mend mjeku më tha, ke 2 opcione. Opcioni i parë tha është të ecish në natyrë, dhe i dyti tha është të marrish barna. Unë e zgjodha natyrën, dhe u largova prej barnave, dhe prej atëherë nuk e kam dalë. Domethënë, përveç që kam fituar në këtë aspekt, nuk konsumoj asgjë nga tabletat, nga barnat. Aspekti i dytë është ai që e përmenda, se gjen atë qetësinë shpirtërore, lidhesh me Zotin, shef mrekullitë e ndryshme të natyrës, socializohesh, kam miq bjeshkatar nga të gjitha vendet, kam domethënë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, një bjeshkatar nga Turqia, nga Zvicra, nga Rumunia. Domethënë, me të gjitha këto mbajmë kontakte dhe kemi bë sfida të përbashkëta. Kjo është e mira e bjeshkatarisë. Por, tek ne shqiptarët, për fat të keq, bjeshkataria kohë të fundit ka filluar të popularizohet, por jo tek të rinjët. Ja u rekomandoni studentëve? Po, mos prisni, domethënë të vi një situatë dhe ta filloni më vonë, fillojeni më herët, sepse natyra ju bën shumë pozitiv, natyra
ju jep shumë frymëzim, shumë energji dhe jam shumë i sigurt se do të arrini shumë në jetën tuaj. Pra, i ftoj edhe studentët, edhe të rinjt, të bashkangjiten shoqatave të ndryshme bjeshkatare dhe ta masovizojnë bjeshkatarinë sa më shumë. Përfitimet për gjithë shoqërinë do të jenë jashtëzakonisht larta. Një thirrje shumë e vlefshme në fakt. Zoti Mehmeti, ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedë. Shpresoj që i kemi shërbyer sadopak të rinjve dhe audiencës në këto këshilla dhe në këto zbërthime që i bëm edhe arsimit, por edhe pjesës së përditshme natyrës, asaj lidhjes shpirtërore dhe Zotit. Kështu që unë e shijova jashtëzakonisht shumë këtë bashkëbisedë, uroj që kështu të kishte qenë edhe për ata cilët na kanë ndjekur. Faleminderit juve. Shpresoj se elaboruam dhe sqaruam disa gjëra, edhe pse sa herë që të flasim ne mund të kemi domethënë edhe gjëra të tjera që na kujtohen dhe për moment nuk i kemi sqaruar. Shpresoj të kemi edhe mundësi të tjera. Juve ju falenderoj dhe ju uroj suksese në emisionet tuaja të ardhshme. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ne do shkëputemi këtu për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi vetëm pas pak për t'ju mbajtur të informuar dhe përditësuar sa i përket shëndetit, kështu që bëni mirë edhe këto minuta t'i kaloni së bashku.